Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zhvilluar një operacion në Vlorë kundër një grupi kriminal që dyshohet për disa vrasje dhe për trafik droge. Në fokus të hetimit është Ines Hajrudha dhe bashkëpunëtorët e tij. Operacioni është mbështetur në provat e siguruara nga komunikimet në rrjetin e koduar SkyECC. Një operacion i gjëri strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në bashkëpunim me Byron Kombëtar të Hetimit dhe Policinë e Shtetit është zhvilluar mëngjesin e kësaj të shtunë në Vlorë, ku në shënjesër ka qenë një grup kriminal që sipas hetimeve ka vepruar prej vitesh në këtë qytet. Forcat e rendit zbarkuan në zonën e ujit të ftohtë me urdhër arreste të lëshuara nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për disa persona të dyshuar si pjesë e grupit të drejtuar nga Ines Hajrudha. Hetimet janë mbështetur në provat e siguruara nga zbërthimi i komunikimeve në aplikacionin e koduar SkyECC. Sipas burimeve nga analizimi i këtyre komunikimeve dhe kryqëzimi me prova të tjera, prokuroria e posaçme dyshon se ky grup kriminal është i përfshirë në 2 vrasje si dhe në episode të trafikut të lëndëve narkotike. Mësohet se gjykata ka lëshuar 8 urdhër arreste. Mes personave të shpadhur në kërkim janë Ines Hajrudha dhe Ervis Matodashaj, të cilët nuk janë gjetur gjatë operacionit. Ndërkohë, Flodian Plaku e ka marrë masën e sigurisë në burg pasi ndodhet tashmë në paraburgim, i arrestuar në gusht të vitit 2025 për vrasjen e Getian Bejtjes. 3 persona të tjerë rezultojnë të arrestuar jashtë vendit për vepra të tjera penale. Hetimet kanë nxjerrë në pa edhe përfshirjen e ish efektive të policisë në këtë grup kriminal. Në pranga ka rënë ish policia Hamos Demushi, i arrestuar në Zvicër, si dhe Rezart Kuçi, i cili më herët ka shërbyer në Vlorë si shef i sektorit të krimeve. Ky i fundit akuzohet për shpërdorim detyre, trafik të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve, ky grup kriminal dyshohet të jetë i përfshirë edhe në vrasjen e Gentian e ndodhur 5 vite më parë në Vlorë. 40 vjeçari u ekzekutua me armë zjarri pas ditën e 6 shkurtit 2021, teksa po lëvizte në këmbë, ku ndaj tij u qellua me breshëri Kallasnikovi. Një tjetër ngjarje e dyshuar që lidhet me këtë grup është vrasja e Bledart Briçaj në vitin 2021. Ai u qellua për vdekje teksa po lëvizte me automjet në Vlorë pasi u bë objekt një atentati me armë automike. Hetimet për këtë grup kriminal vijojnë për të zbardhur edhe ngjarje të tjera të mundshme kriminale. Kryeministri i vendit Edi Rama inspektoi punimet në aksin Librasht-Prenjas pas problematikave të shkaktuara nga rrëshqitja e dheut. Ai u shoqërua nga ministri i infrastrukturës gjatë vizitës në kantier. Rama theksoi rëndësinë strategjike të korridorit 8 për lidhjen më të shpejtë mes lindjes dhe perëndimit. Kryeministri Edi Rama ka ndjekur nga afër punimet në aksin rrugor Librasht-Prenjas, një segment i rëndësishëm i infrastrukturës në lindje të vendit. I shoqëruar nga ministri i ri i infrastrukturës, kreu i qeverisë inspektoi dhe rrugën provizore të hapur për qarkullimin e mjeteve pas problemeve të shkaktuara nga rrëshqitja e dheut në zonë. Kreu i qeverisë zhvilloi dhe një takim me banorët e zonës ku vlerësoi rëndësinë që ka ky projekt për zhvillimin ekonomik të rajonit. Sipas tij, ky segment është pjesë e korridorit 8, një projekt strategjik që synon të lidh lindjen me perëndimin dhe të lehtësojë lëvizjen e njerëzve dhe madrave në një kohë shumë të shkurtër. Është ndërtuar një program bashkëpunimi 4 palësh, ku është e përfshirë dhe Italia, pikërisht për rëndësinë strategjike të korridorit të 8. Nga ana tjetër, korridori 8 është një korridor i cili përpara pak kohësh është përfshirë edhe në korridoret e lëvizjes së forcave ushtarake të NATO, gjë që i arrit edhe më shumë vlerë, gjë që e bën edhe më të rëndësishëm si aset strategjik, jo vetëm Bashkimit Evropian, por edhe NATO-s. Rama i bëri thirrje banorëve që të mbështeten tek informacioni i ekspertëve dhe institucioneve përgjegjëse, duke shmangur sipas tij dezinformimet që qarkullojnë në rrjetet sociale. Impaktin e ndonjë punimi apo siç thoshin gjithollogët e tenxhereve me marrjen e zhavorit nga lumi, se duhet të jesh jo thjesht ignorant, po duhet të jesh dhe një maskara shumë i madh që ti frysh veshët njerëzve me të tilla broshkulla. Por maskarallëku i atyre që bëjnë këtë punë për ditë, disa paguhen nga taksat e popullit si përfaqësues të popullit, po në fakt nuk janë përfaqësues të popullit, janë përfaqësues vetëm të ikuri fare nga mendja e kokës. Disa të tjerë paguhen në dorë, në zezë për ta bërë këtë punë natën nëpër ato klubet mediatike, ndërkohë që faktet janë këto. Dhe rrëshqitja atje, në anën tjetër, ka ndodhur tek aksi i ri dhe ka ndodhur pikërisht për të njëjtin fenomen që e shpjegoi
zgjidhoi drejtori i shërbimit gjeologjik. Dhe këto fenomene, gjithmonë më të pranishme sot në jetën e vendeve, nuk mund të përdoren për të fajsuar dhe për të përbaltur dynjan dhe për të nxirr jetën e njerëzve që nuk hapin dot televizorin, nuk hapin dot pasqyrën e celularit për të marrë një haber, se marrin vetëm balt. Nga ana tjetër, kryeministri pranoi se bllokimi i përkohshëm i rrugës ka krijuar shqetësim për qytetarët dhe bizneset që përdorin këtë aks, por siguroi se ndërhyrjet po bëhen për të zgjidhur situatën dhe për të parandaluar probleme të ngjashme në të ardhmen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi qytetarët të marrin pjesë në protestën e 12 marsit për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Ai sqaroi se protesta nuk lidhet me çështjen Balluku, por me qeverisjen e kryeministrit Edi Rama. Berisha komentoi gjithashtu ceremoninë e dorëzimit të detyrës nga ish-ministra e infrastrukturës dhe energjisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi qytetarët shqiptar që të bashkohen opozitës në protestën e 12 marsit, e cila do të zhvillohet para parlamentit. Ai theksoi se qëllimi i protestës nuk ka të bëjë me kërkesën e SPAK për arrestimin e ish-zëvendësministres dhe ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, por është drejtuar drejt për drejt kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Edi Rama çdo skenar mund të zhvillojë dhe është i aftë të bëjë në parlament çdo provokim dhe të marrë çdo vendim, por qytetarët vinë aty për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Qytetarët nuk vinë aty dhe nuk mashtrohen me Lubi Ballukun. Qytetarët e kanë të qartë se Lubia është thjesht një shërbëtor e tij që ka vjedhur së bashku me Edi Ramën, por hajduti më kryesor i kombit dhe përgjegjës për të gjitha këto është Edi Rama. Ai komentoi gjithashtu dorëzimin e detyrës nga Balluku, duke cilësuar ceremoninë si një sfidë ndaj qytetarëve. Sipas tij, deklaratat e ish-ministres për sukseset e pretenduara dhe mohimi i çdo veprimi korruptiv janë pjesë e një narrativi të përgatitur nga kryeministri Rama. Janë përpjekje të vazhdueshme të Edi Ramës për të sfiduar haptas qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë. Ju e pat se si Lubi Balluku mblodhi ministrinë dhe me durtrokitje dhe mallngjime u paraqit para tyre sikur të ishte heroin dhe jo një delinkuente e zezë, hajdutja më e madhe që kombi ka patur në tërë historinë e vet. Berisha ishte i pari që lajmëroi largimin e Elisa Spiropalit nga kabineti. Miqtë e tij kërkuan të tregonte prapas skenat e shkarkimit. Avokati më kryesor i saj, qoftë në gjykata, qoftë në publik, qoftë kudo, gjë të cilën Spiropali nuk e mori përsipër, sepse Spiropali në takimet e saj, ku në çdo takim çështja e parë që i ngrihej ishte çështja Balluku, Spiropali nuk shpreh se ajo është e pafajshme ajo këto, por shpreh në mënyrë evazive se shpresoi që drejtësia të mos pengohet dhe të gjitha këto nga shoqëruesit e saj i shkonin direkt Ramës dhe Lubis. Dhe unë këtë e pata paralajmëruar prej kosh se e mora vesh dhe do ketë dhe tjerë desada, se asnjë nga këta që takohen me të huaj. Më parë, Berisha zhvilloi një takim me pedagog dhe student në rastin e 7 marsit, duke kritikuar qeverisjen e Partisë Socialiste dhe rënimin e sistemit arsimor gjatë 13 viteve të fundit. Ai premtoi se në rast të fitores së Partisë Demokratike, buxheti për arsimin do të rritet me 5% të prodhimit të brendshëm bruto për të përmirësuar infrastrukturën dhe cilësinë e arsimit në vend. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu e ka cilësuar politik procesin gjyqësor të stërgjatjes ndaj tij. Në një konferencë për mediat, ai theksoi se nuk po gjykohet për tragjedinë e Gërdecit, po për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Sipas tij dhe mbrojtjes ligjore, procesi është i cënueshëm për shkak të parregullsive procedurale dhe mungesës së fakteve të reja. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu ka reaguar publikisht për procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij, duke cilësuar atë një proces me prapavi politike. Në një konferencë për mediat, Mediu deklaroi se çështja për cilën po përballet me drejtësi nuk lidhet drejt për drejt me tragjedinë e Gërdecit, por me akuzën për shpërdorim detyre. Fatkeqësisht procesi ndaj meje është vetëm një sajesë politike e cila përpiqet luajë me tragjedinë. Kanë marrë vendim në këtë proces gjyqësor se akuza ndaj meje nuk ka asnjë lidhje me shpërtimin Gërdec dhe pasojat e tij. Akuza për shpërdorim detyre, me cilën po gjykojmë, ka të bëjë vetëm dhe thjesht me çështje teknike ushtarake, të klasifikimit kalibrave, transportit municioneve, çështje sigurie dhe as pak me detyrat dhe funksionet e ministrit mbrojtjes.
Mediu theksoi gjithashtu se sipas mbrojtjes ligjore, procesi gjyqësor ka probleme serioze procedurale. Avokatët e tij kanë ngritur shqetësimin për përbërjen e trupës gjykuese duke argumentuar se gjyqtarja që ka shqyrtuar çështjen në fazën paraprake është saktuar më pas edhe si gjyqtare e themelit, çka sipas tyre cënon paanshmërinë e procesit. Kërkesa për përjashtimin e saj sipas mbrojtjes nuk është marrë në konsiderat. Një tjetër pretendim i ngritur nga mbrojtja lidhet me rihapjen e çështjes pa paraqitjen e provave të reja, edhe pse bëhet fjalë për një çështje që sipas tyre është gjykuar më parë dhe konsiderohet e parashkruar. Për këtë arsye, Mediu dhe avokatët e tij cilësojnë vijimin e procesit një padrejtësi dhe një formë presioni politik ndaj tij. Ish-ministri i mbrojtjes Piro Vengu i ka kaluar zyrtarisht detyrën pasardhësit të tij Ermal Nufi gjatë një ceremonie të zhvilluar. Vengu falenderoi kryeministrin Edi Rama për besimin dhe theksoi se do të vijojë angazhimin politik si deputet i qarkut të Vlorës. Ndërkohë, ministri i ri i mbrojtjes prezantoi prioritetet e tij ku në fokus mbetet modernizimi i forcave të armatosura dhe zhvillimi i industrisë ushtarake. Në garnizonin Skënderbeu, ku zhvillua ceremonia zyrtare e dorëzimit të detyrës në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, ku Piro Vengu i kaloi drejtimin ministrit të ri Ermal Nufi, gjatë fjalës së tij, Vengu shprehu mirënjohje për kryeministrin Edi Rama dhe për bashkëpunëtorët gjatë kohës që drejtoi institucionin, duke theksuar se do të vazhdojë të kontribuojë në jetën politike të vendit si deputet i qarkut të Vlorës. Ta dini se kalimi im me kohë të plotë si deputet i Vlorës, këtë kalim nuk e përjetoj si një largim nga misioni i sigurisë kombëtare, përkundrazi. Siguria e Shqipërisë sot mbrohet si në terren, ashtu edhe në tryeza tjera diplomatike dhe politike. Si me uniform, edhe me fjalë të qarta, pozicionet forta, aleanca të qëndrueshme. Në detyrën e re plot mirënjohje për mbështetjen e dhënë nga kryeministri Rama, do ta mbaj gjithmonë me vete frymën e kësaj ministrie. Qartësi në qëllim, disiplinë në veprim dhe besnikëri ndaj interesit kombëtar. Nga ana tjetër, ministri i ri i mbrojtjes Ermal Nufi paraqiti objektivat kryesore të mandatit të tij duke theksuar se modernizimi i forcave të armatosura mbetet një nga prioritetet kryesore. Një nga prioritetet e kësaj ministrie sipas edhe vullnetit politik kryeministrit, i cili për shumë vite tashmë shtyn përpara modernizimin e forcave të armatosura, rjetësimin e industrisë ushtarake, rritjen e kapaciteteve për përballimin e emergjencave civile, si dhe hapjen e rrugës drejt inovacionit edhe në fushën e mbrojtjes, në përputhje të plotë me standardet e NATO-s dhe duke garantuar efektivitetin e të gjitha strukturat tona. Protesta e banorëve të Rrjollit ka hyrë në ditën e 37 për të ndalur punimet në resortin Blu Borgo. Ata pretendojnë se toka është e tyre dhe se dokumentet janë shitur nga ish zyrtari i kadastrës janë të falsifikuara. Policia ka vendosur perimetër sigurie rreth kantierit, ndërsa shoqëria civile mbështet kauzën e banorëve. Në Rrjoll, banorët kanë vijuar në ditën e 37 të protestës kundër ndërtimit të resortit luksoz Blu Borgo, ndërtuar nga kompania Gener 2 e Bashkim Ulajt. Ata pretendojnë se toka ku po zhvillohen punimet me një sipërfaqe prej 146 hektarësh është marrë në mënyrë të palishme nga ish zyrtari i kadastrës Fatmir Shpellzaj dhe më pas i ushit Ulajt, duke nxitur tensionet vazhdueshme mes komunitetit dhe investitorit. Për të siguruar qetësinë dhe për të shmangur ndërhyrjen e protestuesve në kantier, forcat e policisë kanë ngritur perimetër sigurie që rrethon zonën e ndërtimit. Ndërkohë, aktivistë të shoqërisë civile janë bashkuar me banorët duke shprehur mbështetje për të drejtën e tyre për pronësinë e tokës dhe duke kërkuar ndërprerjen e punimeve deri në vendimin e drejtësisë. Një nga banorët më aktive në protest, Luciana Kokaj, rikujtoi incidentin e përparshëm mes Shpellajt në Tiranë dhe theksoi rëndësinë e qëndrimit të komunitetit të mbrojtjes të tokës së tyre. Nuk ka Fatmir Shpell që ka me gzu tokën tonë. Na kena shkuar për të bërë një ballafaqësim pasor të dokumentave, ndërkohë që Fatmir Shpellza na ka ngrit prit. Projekti i resortit parashikon ndërtimin e 33 godinave rezidenciale dhe një hoteli luksoz, por banorët insistojnë se punimit duhet të ndalen përkohësisht derisa gjykata të vendosë mbi pronësinë e tokës dhe legalitetin e dokumenteve të paraqitura nga investitori. Në këtë mënyrë, konflikti mes banorëve dhe investitorit vazhdon të mbetet një çështje e hapur, duke nxitur reagime nga shoqëria civile dhe duke vënë policinë në një pozicion të vështirë për menaxhimin e situatës. Gjykata e posaçme caktoi arrest me burg për Lorenz Lalën, i dyshuar për sigurimin e armëve dhe mjeteve që u përdorën për vrasjen e Albi Boshaliut 27 dhjetor 2021 në Peqin. Ai dyshohet se ka bashkëpunuar me pjesëtar të tjerë të grupit kriminal për planifikimin dhe ekzekutimin e krimit. Sipas hetimeve, për ekzekutimin e Boshaliut janë paguar 50.000 euro.
Gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Lorenz Lala, i cili dyshohet se ka luajtur rol kyç në organizimin dhe realizimin e vrasjes së Albi Bashaliut në fshatin Gjoca i Peqin në 27 dhjetor 2021. Lala nuk ka dhënë deklarata përpara gjykatës gjatë seancës së të shtunës, ndërsa prokuroria e posaçme pritet të marrë në pyetje për të sqaruar rolin e tij në këtë ngjarje dhe bashkëpunimin me pjesëtarët e tjerë të grupit kriminal. Hetimet e SPAK tregojnë se 49 vjeçari ka siguruar armët e përdorura në krim, si dhe mjetet e transportit që mundsuan largimin e pjesëtarëve të grupit nga vendi i ngjarjes. Ai dyshohet se ka vepruar në bashkëpunim me shtetasin Lajert Haxhia, Artan Tafani, Lulzim Spahia, Enrico Xhahysa dhe Bledar Berberi, të cilët janë të përfshirë gjithashtu në hetime për këtë vrasje. Sipas prokurorisë, ekzekutimi i Bashaliut lidhet me një konflikt mes grupeve kriminale në zonën e Peqinit, ndërsa për këtë akt kriminal janë paguar 50.000 euro. Hetimet po vazhdojnë për të identifikuar rolin e secilit pjesëtar dhe lidhjet e tyre me krimet e tjera në rajon. SPAK ka bërë të ditur se ky rast është pjesë e një hetimi më të gjerë mbi veprimtarinë e grupimeve kriminale në qarkun e Elbasanit dhe Peqinit, përfshirë vrasjet e tjera të organizuara dhe episodet të trafikut të drogës. Lorenz Lala do të qëndrojë në paraburgim deri në përfundim të hetimeve dhe vendimin e gjykatës për masën e sigurisë, ndërsa prokuroria pritet të kërkojë informacione shtesë mbi bashkëpunimin e tij me pjesëtarë të tjerë të grupit. Muzeu i Arsimit në Korçë organizoi ekspozitën Instalacioni Shqipëria dhe i dashur për të shënuar ditën e mësuesit edhe 139 vjetorin e hapjes së mësonjëtores së parë shqipe. Përdorimi i këngëve patriotike dhe portreteve të autorëve riktheu në vëmendje historinë e arsimit dhe identitetin kombëtar. Në ditën e mësuesit, e cila përkon me 139 vjetorin e hapjes së mësonjëtores së parë shqipe në Korçë, Muzeu i Arsimit organizoi ekspozitën në formë instalacioni Shqipëri dhe i dashur. Ekspozita përfshin përmbledhje dhe botime të këngëve më të njohura patriotike shqiptare, si dhe informacion mbi autorët që përmes krijimtarisë së tyre kanë zgjuar dashurinë për atdheun dhe ndjenjen kombëtare. Qëllimi i ekspozitës ishte të risjellë në vëmendje historinë e këtyre këngëve, të cilat ndër vite kanë përcjell mesazhe patriotike dhe kanë kontribuar në forcimin e gjuhës shqipe. Vizitorët si çdo 7 mars u mbushën ambientet e muzeut për të përjetuar nga afër historinë e arsimit shqiptar dhe për të njohur vendin ku nisi rrugtimi i shkollës shqipe. Ekspozita gjithashtu nënvizoi rolin e rëndësisë që arti, kultura dhe arsimi kanë pasur në formimin e identitetit kombëtar dhe në ruajtjen e gjuhës shqipe ndër breza, duke u kthyer në një urë lidhëse mes kaluarës dhe trashëgimisë kulturore të vendit. Eci me të tjera zhvillime. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras, e ka cilësuar zhgënjyes dështimin e kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri. Pas bllokimit të procesit, presidenti Vjosa Osmani shpërndau kuvendin dhe shpalli zgjedhje të reja. Kryeministri Albin Kurti kundërshtoi vendimin, duke argumentuar se nuk ishte respektuar afati kushtetues për shpërndarjen e parlamentit. Zhvillimet e fundit politike në Kosovë kanë shkaktuar reagime edhe në nivele ndërkombëtare pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras, e cilësoi situatën si një pengesë serioze për stabilitetin politik të vendit. Përmes një reagimi në platformën X, Teras shprehu zhgënjim për bllokimin institucional, duke theksuar se në vend të stabilitetit, Kosova po përballet me një periudhë të re pa sigurie politike. Pas dështimit të procesit në parlament, presidenti Vjosa Osmani njoftoi se kishte nxjerrë dekretin për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja, duke argumentuar se vendimi ishte në përputhje me detyrimet kushtetuese që lidhen me zgjedhjen e kreut të shtetit. Vendimi kundërshtuar nga kryeministri Albin Kurti, i cili deklaroi se ishte informuar për deklaratën përmes mediave dhe jo përmes një komunikimi zyrtar. Ai theksoi se sipas kushtetutës duhet të kalojë një periudhë 60 ditore nga nisja e procedurave për zgjedhjen e presidentit përpara se të merret vendimi për shpërndarjen e parlamentit. Kurti shtoi se seanca e fundit për zgjedhjen e presidentit kishte zgjatur vetëm 30 minuta, duke nënvizuar se nuk kishte respektuar afatin e nevojshëm procedurial. Seanca e fundit e kuvendit për zgjedhjen e presidentit u zhvillua me 5 mars, u ndërprer për shkak të mungesës së kuorumit, pasi deputetët e partive opozitare nuk morën pjesë në votim. Në garë për postin e presidentit ishin 2 kandidatë nga lëvizja vetëvendosje, Glaut Konjufska dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxha.
I dërguari për mision të posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Richard Grenell, ka bërë thirrje për rikthimin në politikë të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Komentet e tij vinë në një moment krize të institucioneve të Kosovës pas vendimit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e parlamentit. Thaçi aktualisht ndodhet në paraburgim në Hag dhe ku po përballet me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. I dërguari për misionet posaçme i presidentit amerikan Donald Trump, Richard Grenell, ka komentuar zhvillimet e fundit politike në Kosovë duke bërë thirrje për rikthim në politikë të ish-presidentit Hashim Thaçi. Përmes një postimi në rrjetin social X, Grenell u shpreh se Thaçi mund të rikthehet në skenën politike dhe madje të marrë në të ardhmen postin e kryeministrit. Reagimi i tij erdhi në një moment kur Kosova përballet me mundësinë e zgjedhjeve të reja pas dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Grenell e përshëndeti këtë zhvillim duke cilësuar një lajm të mirë dhe duke shprehur hapur mbështetjen për rikthimin e Thaçit në politik. Aktualisht Hashim Thaçi ndodhet në paraburgim në Hag dhe po përballet me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në dhomat e specializuara të Kosovës. Ish-presidenti i Kosovës i ka mohuar akuzat dhe është deklaruar i pafajshëm, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tij po i afrohet fazës përfundimtare. Komentet e Grenell vinë në një periudhë tensioni politik në Kosovë, ku vendi po përballet me një krizë institucionale lidhur me zgjedhjet e presidentit dhe funksionimin e institucioneve. Richard Grenell ka qenë i përfshirë edhe më herët në zhvillimet politike që lidhen me Kosovën. Në nëntor të vitit 2019 u emërua nga Donald Trump si dërguar i posaçëm për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Një vit më vonë, në vitin 2020, dy vendet nënshkruan në shtëpinë e bardhë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, e njohur si marrëveshja e Washingtonit, e cila megjithatë nuk u zbatua plotësisht. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 8 mars 2026 do të ndikohet nga masa ajrore më të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shumta, ndërsa në zonat qendrore dhe bregdetare do të ketë rreshje shiu. Pasditja vijon me rreshje të her pas hershme shiu në disa zona, ndërsa në veri priten intervale me vranësira. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell kryesisht në zonat veriore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të lehtë deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me intervale me diell dhe vranësira të pakta. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në shumë zona, ndërsa në disa pjesë do të ketë vranësira të pjesshme. Pasditja vijon me mot të qetë dhe të thatë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond.
Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ullët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 17:41 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 2 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri në 11 gradë Celsius, Pej 5 deri në 10 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 13 gradë Celsius, Malishev 2 deri në 12 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 10 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 13 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për të tjera zhvillime dhe informacione të fundit, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.